Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët te kuzhina e Rahimes. Në këtë video recetë do t'ua shpjegoj se si ti përgatitni këto mufina fantastike, të cilat kanë pak përbërës, ju marrin pak kohë dhe dalin tepër të buta dhe të shijshme. Ndiqni videon e plot për recetën dhe mos harroni të shtypni butonin like dhe subscribe. Për këtë recetë fillimisht na nevojiten 3 vezë, të cilat paraprakisht kanë qëndruar në temperaturë dhome. Pastaj këtu do të shtojmë dhe 200 ml me jogurt ose me kos. Më pas do të shtojmë 100 ml me vaj lule dielli. Shtojmë një lugë të sheqerit me krip. Dhe tani do t'i përzieni mirë derisa të na bëhet e gjithë masa së bashku. Pasi që e kemi të gjithë masën të përzier mirë, do të shtojmë një gotë me miell, pra gotën të cilën e përdorëm është 200 ml, 10 gram pluhur për pjekje dhe të di këto përbërës përsëri do t'i përzihen mirë tek masa të cilën e përgatitëm më parë. Dhe tani do të shtojmë 2 gota me miell misri. Do t'i përzihem përsëri dhe ky ishte përbërësi i fundit të cilën ja shtuam. Në qoftë se masa ju del e trash, mund që t'i shtoni dhe pak kos ose jogurt. Dhe këtu tepsin unë e kam lyer fillimisht me vaj dhe me pak miell, që të mos na ngjitet për tepsie. Në qoftë se ju keni nga ato format e letrës, mund që t'i mbushni dhe ato. Dhe kështu do ta vendosim të gjithë prumin në përforma. Dhe pastaj do ta vendosim në furrë të nxehtë në 180 gradë dhe do ta lëmë të gëtuhet për 15 deri në 20 minuta. Dhe pastaj i lëmë që të ftohen dhe i heqim nga format. Pra siç e shikoni, kanë dalë tepër të buta, shpresoj që juve t'ju pëlqej kjo recetë dhe të ndiqni edhe receta tjera. Faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe.